Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në marrëdhëniet tuaja të dashurisë, mund të ndjeni një nevojë të fortë për të shprehur ndjenjat që keni mbajtur të fshehura. Kjo është një ditë e mirë për të qenë i sinqert me partnerin ose për të bërë biseda të thella me dikë që ju intereson. Nëse jeni beqar, dikush i ri mund të shfaqet në horizont, kështu që mbani sytë hapur. Në punë, sfidat që keni hasur së fundmi do të fillojnë të zgjidhen, por kërkohet përqendrim maksimal. Mos injoroni shenjat e lodhjes, pasi trupi juaj ka nevojë për pushim. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Një këshill e mirë financiare sot mund t'ju shpëtojë nga një shpenzim i panevojshëm në të ardhmen. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Dashuria mund të kërkojë pak më shumë vëmendje sot, sidomos nëse keni pasur keqkuptime të vogla. Një bisedë e hapur dhe e qetë do të ndihmojë që të riktheni harmoninë në marrëdhënie. Për beqarët mund të ketë një takim të papritur që do të zgjojë interesin tuaj. Në aspektin profesional do të ndiheni më të motivuar për të ndjekur një ide të re, ndaj mos hezitoni ta ndani me kolegët. Kujdesuni për shëndetin, sidomos në lidhje me sistemin tuaj tretës. Buxheti mund të kërkojë rishikim, ndaj kontrolloni shpenzimet e fundit. Një lajm pozitiv financiar mund të vijë nga një burim që nuk e prisnin. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në dashuri, dita sjell ndjenja të thella dhe dëshirë për afërsi me partnerin. Nëse ndjeni distancë, është koha të bëni një hap të parë drejt pajtimit. Beqarët mund të ndihen të pavendosur, por durimi do të shpërblehet së shpejti. Në punë, mund të përballeni me detyra të reja që kërkojnë kreativitet dhe përkushtim. Mos e lini stresin të ndikojë në mirëqenien tuaj, ndërmerrni hapa për t'u relaksuar. Financat mbeten në balancë, por është mirë të shmangni investimet e mëdha sot. Një këshill nga dikush me përvojë mund t'ju ndihmojë të merrni vendimin e duhur. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Në jetën sentimentale mund të ndjeni nevojën për të reflektuar mbi marrëdhënien tuaj aktuale. Komunikimi i hapur do të ndihmojë për të shmangur keqkuptimet. Për beqarët mund të shfaqet një mundësi për të njohur dikë interesant në një rreth mish. Në punë është momenti i duhur për të treguar aftësitë tuaja dhe për të marrë vlerësime. Shëndeti kërkon pak më shumë kujdes, sidomos në aspektin emocional. Lidhur me financat, do të ishte e mençur të planifikoni më mirë shpenzimet. Një projekt i ri mund të sjellë përfitime të vogla materiale. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri, lidhja juaj mund të forcohet përmes bisedave të sinqerta dhe ndarjes së ëndrave të përbashkëta. Nëse jeni vetëm, mos hezitoni t'i përgjigjeni një ftesë që vjen papritur. Kjo ditë do të jetë pozitive edhe në ambientin e punës, ku do të përfitoni nga bashkëpunimet e reja. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor, pasi mund të ndiheni të mbingarkuar me detyra. Financat janë të qëndrueshme, por mos u joshni nga ofertat që duken shumë të mira për të qenë të vërteta. Mund të merrni një këshill të vlefshme për menaxhimin e parave. Në përgjithësi, është një ditë për të marrë vendime të mençura. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Sot do të ndjeni një dëshirë të fortë për të qenë më afër partnerit dhe për të rikthyer pasionin në marrëdhënie. Ata që janë beqar mund të marrin një mesazh të papritur nga dikush që kanë menduar gjallë. Në fushën profesionale do të përballeni me sfida që do t'ju kërkojnë të jeni të guximshëm dhe të vendosur. Mos e nënvlerësoni lodhjen, pasi trupi juaj ka nevojë për pushim të mjaftueshëm. Shpenzimet mund të rriten më shumë nga sa keni parashikuar, ndaj bëni kujdes. Një mundësi e re për të kursyer para mund të paraqitet në mbrëmje. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nëse ndiheni të pasigurt. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor.
Në dashuri, komunikimi është çelësi i një dite të qetë, përpiquni të shprehni ndjenjat tuaja pa u ndrojtur. Për beqarët, një mik i vjetër mund të shfaqet dhe të risjell kujtime të bukura. Në punë, do të keni mundësi të shfaqni talentet tuaja në një projekt të rëndësishëm. Kujdesuni për shëndetin, sidomos nëse keni pasur shqetësime të vogla fizike. Financat kërkojnë më shumë vëmendje, sepse një shpenzim i papritur mund t'ju vërë në siklet. Planifikoni mirë buxhetin dhe mos merrni vendime të nxituara. Sot është dita për të qenë praktik dhe i matur. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Sot dashuria mund të kërkojë më shumë vëmendje, sidomos nëse keni lënë pas dore partnerin për shkak të angazhimeve të shumta. Një darkë ose një aktivitet i përbashkët mund të rikthejë harmoninë. Për beqarët, një njohje e re mund të fillojë nga një bisedë e thjeshtë. Në aspektin profesional, do të ndjeni nevojën për të rishikuar planet tuaja dhe për të vlerësuar prioritetet. Shëndeti është në nivel të mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të mbani një sy mbi shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Një këshill nga një familjar mund të jetë e vlefshme sot. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në dashuri, mund të përjetoni emocione të forta dhe ndjenja të thella që do t'ju afrojnë më shumë me partnerin. Për ata që janë vetëm, mund të lindë një interes i ri në një rreth social. Në fushën e punës, do të keni mundësi të merrni përgjegjësi të reja që do të rrisin vetbesimin. Shëndeti është në gjendje të mirë, por mund të keni nevojë për më shumë pushim. Financat do të jenë në ekuilibër, por është e këshillueshme të shmangni huazimet ose investimet e rrezikshme sot. Një lajm i mirë mund të vijë nga një koleg ose mik i afërt. Ruani qetësinë dhe mos veproni me nxitim. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Ditën e sotme, marrëdhëniet tuaja sentimentale do të jenë në fokus, përpiquni të jeni më të kujdesshëm me ndjenjat e partnerit. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një vend të papritur. Në punë mund të përballeni me një situatë që kërkon diplomaci dhe aftësi të mira komunikimi. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni të ushqeheni shëndetshëm. Në aspektin financiar, është dita ideale për të planifikuar buxhetin për javët në vijim. Mos u friksoni nga ndryshimet, pasi ato mund të sjellin përfitime të reja. Një propozim i ri profesional mund të vlerësohet me kujdes. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për më shumë liri dhe hapësirë personale, diskutoni hapur me partnerin për këtë. Ata që janë vetëm do të kenë mundësinë të njohin dikë që ndan të njëjtat interesa dhe pasione. Në punë, energjia juaj është e lartë dhe do të arrini rezultate të mira nëse përqendroheni. Kujdesuni për shëndetin, sidomos nëse keni pasur probleme me gjumin së fundmi. Në aspektin financiar, është kohë e përshtatshme për të nisur një kursim të ri ose për të rishikuar shpenzimet. Një investim i vogël sot mund të sjellë përfitime në të ardhmen. Mos lejoni që shqetësimet e vogla t'ju prishin humorin. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot në dashuri, ka gjasa të përjetoni momente romantike dhe të veçanta me partnerin. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditës tuaj. Në aspektin profesional, përkushtimi dhe këmbëngulja do të vlerësohen nga eprorët. Shëndeti kërkon kujdes, veçanërisht nëse keni tendencë të stresoheni lehtë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni huazimet ose shpenzimet e mëdha. Një këshill nga një mik mund të ndihmojë në menaxhimin më të mirë të buxhetit. Mos harroni të ndani kohë me familjen për të rikthyer balancën emocionale.